Përshëndetje, përsëri për ju Minira Amidi nga Keta Real Estate. Sot kam një lajm të shkëlqyer për ju. Projekti i ri i Bingatit Aquarise do të ndërtohet në zonën Business Bay të Dubait. Ky lokacion ndodhet 5 minuta nga Burj Khalifa, 5 minuta nga Dubai Opera, 10 minuta nga DIFC, 12 minuta nga The Museum of Future, 12 minuta nga Meydan Hotel dhe The Race Course, 15 minuta nga Burj Al Arab, 16 minuta nga aeroporti dhe Creek Harbor, 18 minuta nga Palm Jumeirah. Karakteristika e kompleksit: hyrje madhe dhe luksoze në lobin e residencës. Fasada jashtme ngjan me fasadën e Atlantis dhe Royal. Laguna e etshme në katin e hyrjes. Zona për not me pamje nga qyteti në katët e larta. Fusha tenisi, fusha basketbolli dhe palestrat e hapura në natyrë. Hapësirë të brendshme për fitness, dhoma me avull dhe ambiente për aktivitete të ndryshme sportive. Infinity pishinë terrasë me sipërme me pamje nga skyline. Ky projekt përmban një dizajn shumë moderne dhe me cilësitë e larta. Ofrojmë studio, 1 dhomshe, 2 dhomshe, 3 dhomshe dhe 4 dhomshe. Ato apartamentet 2 deri në 4 dhomshe ofrojnë ashtu dhe një pishinë private. Prej apartamentet të katit të larta e kemi një pamje shumë të bukur ndaj Burj Khalifës dhe Skyline Dubai. Çmimet fillojnë për studio prej 1 milion, për 1 dhomshe prej 1.8 milion, për 2 dhomshe prej 2.7 milion, për 3 dhomshe prej 4.5 milion, për 4 dhomshe prej 6 milion. Po ashtu ofrojmë dhe lokal biznesi prej 4.3 milion. Plan pagesa e Bingatit është gjithë standarde, 70-30, 20 si ka parë do të thotë para pagesë, 50 gjatë ndërtimit dhe 30 me dorëzim të qelca. Përfundimi i këtij projekti parashikohet diku në 3 mujorshin e dytë të 2027-s.